Presidenti Bajram Begaj zgjodhi xhamin e Golemit për të ndarë urimet e festës së Fitër Bajramit për besimtarët musliman dhe të gjithë shqiptarët. Ai u shpreh se vlerat e muajit të Ramazanit, si përkushtimi, sakrifica dhe vetëpërmbajtja, duhet të shoqërojnë secilin çdo ditë të vitit. Zgjodha të jem në Golem, në këtë xhami të mrekullueshme, për të uruar të gjithë besimtarët musliman, gëzuar Fitër Bajramit. Pas muajit të shenjtë të Ramazanit, vlerat në fakt që mbart Ramazani nuk duhet të jenë ato që na shoqërojnë ne vetëm për gjatë muajit të Ramazanit. Ato vlera duhet të jenë tona, të na shoqërojnë për gjatë gjithë ditëve të vitit. Unë uroj që të gjithë besimtarët musliman, të gjithë shqiptarët, të kenë gëzime dhe çdo të mirë në jetët e tyre. Presidenti uroi besimtarët për lutje dhe agjërim të pranuar. Besimtarët musliman pas muajit të agjërimit dhe të devotshmërisë ndaj Zotit, sot festojnë Fitër Bajramin. Urime për këtë ditë për Colli dhe kryeministri Edi Rama.